Është dita e bilancit për vitin 2014, është dita e bilancit edhe për programin afatmesëm buxhetor 3 vjeçar 2012-2013. Sikundër, është dita për shpalljen publike të objektivave tona ambicioze, jo vetëm për vitin 2015, buxheti i cilit u miratua me konsensus të plot në Këshillin Bashkiak të Tiranës. E gjej rastin të falenderoj këshilltarët që ngritën në lartësinë e detyrës duke përfaqësuar interesat e qytetarëve, interesat e qytetit para çdo agjende tjetër politike kësaj radhe. Por po kështu për të shpallur projektin ton buxhetor afatmesëm për vitet 2015, 2016, 2017. E nisëm me reduktimin e 60 taksave dhe tarifave nga 80. Në veçanti e sektorit energjetik, siç u provua në këtë një orë gjysmë errësirë, që është shumë keq nëse është e porositur politikisht, po akoma më keq nëse po kthehet në përditshmën e qytetarëve shqiptar, kjo nuk është më e keqja. Kështu që duke shpresuar që kryeministri ta ketë plotësuar dëshirën që të ishte në të gjitha ekranet live duke folur për përmirësimin e biznesit në Kosovë, rifillojmë prezantimin ton këtu në Tiranë, në kryeqytetin e Shqipërisë, për bilancin e këtij viti.